Në një nga ngjarjet e para të motit për vitin 2025, një stuhi dimërore solli një shtresë dëbore në Irlandën Jugore. Në Angli, moti dimëror shkaktoi kaos, duke mbyllur të dy pistat në aeroportin e Manchesterit. Ditë më vonë, bora u shkri dhe shiu i dendur përmbyti pjesë të Anglisë ku u pati incidente të mëdha. Një seri stuhish të mëdha dimërore goditën Shtetet e Bashkuara të Amerikës në janar. Stuhia e parë e madhe dimërore e vitit 2025 përfshiu Shtetet e Atlantikut të Mesëm të SBA-s më 6 janar, duke mbyllur zyrat federale dhe shkollat publike në Washington DC. Megjithatë, disa banorë në Washington e shfrytëzuan motin në maksimum, duke u mbledhur në Meridian Hill Park e duke luajtur me topa bore. Stuhia shkaktoi gjithashtu 30 cm rreshje dëbore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Guvernatorët në disa shtete, duke përfshirë Kansasin, Kentuckyn, Arkansasin, shpallën gjendje të jashtëzakonshme. Më vonë gjatë muajit, një stuhi tjetër goditi SBA-n duke sjellë borë deri në jug të Floridas, Teksasit dhe Luizianës. Më 24 janar, Britania dhe Irlanda u goditën nga erëra rekord, kur stuhia Iowa-n shpërtheu nga Atlantiku. Stuhia goditi veçanërisht Irlandën dhe Irlandën e Veriut, duke lënë një të vdekur dhe thuajse 1/3 e shtëpive dhe bizneseve irlandeze pa energji elektrike dhe duke detyruar anulimin e qindra fluturimeve. Agjencia Irlandeze e Motit tha se erërat prej 183 kilometrash thyen një rekord 80 vjeçar prej 182 kilometrash. Ishte stuhia më e keqe që kishim parë që kur u transferuam në Galway 25 vjet më parë, shumë e frikshme, sidomos në orët e para të mëngjesit. It was the worst storm we've seen since we moved to Galway 25 years ago. Very frightening, I'd say, between 2 and 4 a.m. last night. It was particularly bad. Më 27 janar, stuhia Herminia goditi Francën perëndimore. Stuhia shkaktoi përmbytje dhe një marinar britanik humbi jetën në det pasi jati i tij u gjeti rënuar në brigjet jug perëndimore franceze. Jo, absolutisht nuk e kam parë kur më parë. Kjo është arsyeja pse po kaloja. Është e habitshme në fakt. Ka patur edhe më parë përmbytje, por kjo është e habitshme.
Fillimi I shkurtit solli rreshje të mëdha dëbore në Japoni dhe Kore. Rreshja rekord bore prej 129 cm në vetëm 12 orë u vënë re në qytetin Obihiro në prefekturën Hokkaido të Japonisë, sipas agjencisë meteorologjike të Japonisë. Në mes të shkurtit, mediat lokale raportuan se të paktën 14 persona kishin humbur jetën, disa nga hipotermia, pasi stuhit sollën shi dhe rreshje të dendura dëbore në Kentucky dhe disa shtete përreth. Në mes të shkurtit, cikloni Zelia u përplas në bregun perëndimor të Australisë me pak popullsi. Teksa stuhia e kategorisë së 5 solli shira të dendur dhe erëra me shpejtësi deri në 290 km/h, duke mbyllur portet kryesore të hekurit, naftës dhe gazit të zonës, u raportuan dëme minimale dhe nuk pati raportime për viktima. Mira u evakuan dhe mediat lokale raportuan se rreth çerek milion njerëz po përballeshin me ndërprerjet e energjisë pasi erërat e dhunshme rrëzuan linjat e energjisë elektrike. Zyrtarët thanë se një burr humbi jetën nga përmbytjet në Uellsin e Riu Gor. Shirat e dendur quan në përmbytje katastrofike në Argjentinën qendrore dhe vranë 16 persona në mars. Një ekip shkencëtarësh ndërkombëtar tha më vonë gjatë muajit se shirat u nxitën pjesërisht nga ndryshimet klimatike dhe mund të bëheshin më të shpeshta në një botë më të ngrohtë. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Në mes të muajit mars, një seri stuhish dhe tornadosh të fuqishme përfshiu lindjen e Shteteve të Bashkuara, duke vrarë të paktën 36 persona. Ay, Dios mío. Dios santo. Dios santo. Në mars, shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje në Spanjë. Në rajonin qendror të vendit, lumejt përfshin një urë të lashtë romake. Megjithatë, rreshjet e dendura të shiut mbushën edhe rezervuarët e vendit, duke sjellë lehtësim shumë të nevojshëm në zonat e goditura nga thatësira. Në fund të muajit mars, Bolivia shpalli emergjencë kombëtare pas shirave të rrëmbyeshëm dhe përmbytjeve të rënda që lanë më shumë se 50 të vdekur dhe më shumë se 100.000 të zhvendosur në të gjithë vendin. Të paktën 30 persona humbën jetën në Kinshasa, kryeqyteti I Republikës Demokratike të Kongos, pas shirave të rrëmbyeshëm që goditën qytetin gjatë 2 ditëve nga nata e 4 prillit deri më 5 prill, thanë autoritetet lokale. Shiu bëri që lumi ndili të thyente brigjet e tij, duke përmbytur zonat me popullsi të dendur në Kinshasa, duke shkatëruar shtëpi dhe ndërtesa të ndërtuara keq dhe duke bllokuar rrugët kryesore në një qytet me rreth 17 milion banor.